Një debat i pazakon diplomatik ka shpërthyer me Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë pas vendimit të autoriteteve gjermane për të klasifikuar Partinë Alternativa për Gjermaninë si një organizatë ekstremiste. Në një postim në rrjetin X, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio kritikoi ashpër këtë vendim duke e quajtur një akt të rrezikshëm ndaj pluralizmit politik. Gjermania sapo i dha agjencisë së saj të spionazhit kompetenca të reja për të mbikëqyrur opozitën. Kjo nuk është demokraci, është tirani e maskuar, shkroi Rubio nga llogaria zyrtare e Departamentit të Shtetit. Në të njëjtën linjë reagoi edhe zëvendëspresidenti amerikan J.D. Vance, i cili vlerësoi AfD si partinë më përfaqësuese për qytetarët e Gjermanisë lindore duke akuzuar burokracinë për tentativë për ta shkatëruar atë përmes mjeteve institucionale. Por autoritetet gjermane reaguan menjëherë. Ministria e Jashtme e Gjermanisë mbrojti vendimin e Agjencisë së Inteligjencës së Brendshme, duke theksuar se klasifikimi bazohet në një raport voluminoz prej 1000 faqesh ku dokumentohen shkelje të rënda të rendit kushtetues dhe të parimeve demokratike. Vendimi i autoriteteve gjermane vjen në një moment të rëndësishëm politik, pak ditë përpara se Friedrich Merz të marrë zyrtarisht detyrën si kancelar i ri i Gjermanisë.